Почитуван премиере Ковачевски, shumë i dashur kryeministër Rama, nderuar zëvendës kryeministre Balluku, i dashur ministër Balla, poštovani ministri Boçfarski, i dashur Jeton Shaqiri, zëvendës ministra, deputet, drejtor, zëvendës drejtor. Ogromno zadovoljstvo da sam danas tuka zajedno s vas i da prisustvujeme konačno na ovoj nastan kada što granici pomeđu nas veće nema da ima i bi sakal da izrazam ogromno zablagodaruvanje na premijerot Ковачевски, на Министерството за внатрешни работи, на нашата царина, на нашите колеги во Албанија, колегве таnë në Shqipëri, zëvendës kryeministrës Balluku dhe ministrave të tjerë, për angazhimin jashtëzakonisht të madh për realizimin e këtij projekti kaq të rëndësishëm për të gjithë ne të rënimit të kufirit midis dy vendeve tona. Kryeministër, nuk ka gjë më të bukur se bashkimi. Dhe sot këtë po e realizojmë bashkarisht dhe vërtet më bën shumë të lumtur. Ka disa ditë që ky kalim kufitar po funksionon tashmë dhe qytetarë të dy vendeve tona po më shkruajnë, po më thrasin telefon nga kënaqësia kur e përjetojnë që nuk ka kufi midis nesh, që tashmë ka vetëm një kontroll dhe uroj që së shpejti edhe ato kontrollet e vetme të cilat i kemi midis nesh të largohen. Po, unë dua të shpreh një mirënjohje shumë të thellë autoriteteve në Republikën e Shqipërisë, sepse nuk u bën as 3 javë nga vizita e kryeministrit Rama në Shkup, kur u zotuam bashkarisht me Belindën dhe me 2 kryeministrat tanë, që do të realizojmë One Stop Shopin në Qaftan, dhe tashmë në më pak se 3 javë kjo është realitet dhe prandaj dua të shpreh mirënjohje edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të dyja vendeve, Ministrive Transportit, drejtorive të doganave dhe të gjithë autoriteteve tjera të cilat kanë ndihmuar në realizimin e këtij projekti, por nuk duhet ndalemi këtu. Të gjitha kufit tanë duhet të kenë One Stop Shop si parahap deri te largimi i kufive përgjithmonë midis vendeve tona. Premiere, благодарам за цялата поддршка, за реализация на ovaj mnogo značajan projekt za našата zemja, za našiот region, za sоработката помеѓу Албанија и Република Северна Македонија и се надевам дека ова само еден чекор кон тоа што вие секогаш го велите, надминување на сите административни пречки на границите помеѓу сите наши земји во регионот. Ju falenderoj shumë, vi благодарам многу.